dhe aferave milionshë e kështu me radhë. Unë e di që ka pasur në qeveritë e kaluara ministra që kanë qenë të korruptuare, që kanë pasur akuza për korrupsion, por nuk e di që një gjë e tillë ka ndodhur të paktën me vendim të gjykatës gjatë kësaj qeverisje. Tash ne nuk mund bazohemi në atë çfarë ndëgjojmë në studio ndryshme televizive prej analistëve të ndryshëm, duke akuzuar ministra të ndryshëm kinse për korrupsion, përderisa këtë gjë e ka për detyrë kredi kusht tjetër ta marrë përsipër dhe ta kryej dhe të dalë me një vendim përfundimtar në bazë të së cilit ne edhe bazohemi dhe themi që janë apo s'janë korruptiv. Prandaj është mirë të mos ndërtojmë këso dezinformatash ose këso lloj diskutimesh nëpër studio televizive, kinse po flasin për një qeveri të korruptuar, sepse nuk besoj që ndonjëherë në Kosovë ka pasur qeveri më të pa korruptuar si kjo e fundit. Në fakt jemi mësuar vazhdimisht, shohim qoftë ministra, qoftë përfaqësues tjerë institucionesh të cilët kanë qenë të zhytur në korrupsion, dhe besoj që jemi vetëm një qeveri që e kemi luftuar në masë të madhe këtë gjë, dhe prandaj për këtë edhe jemi identifikuar si në indekse ndërkombëtare, si në evente, konferenca të ndryshme ndërkombëtare. Kosova është përshëndetur dhe është përgëzuar për një veprim të tillë që ka bërë luftimin e krimit e korrupsionit, dhe këtë nuk e kemi thënë ne në për këto indekse, e kanë thënë pra ndërkombëtare, pikërisht ata që merren me vlerësimin e niveleve që një shtet ka sa i përket rritjes ose uljes së korrupsionit. Prandaj mendoj që është argument i pabazuar, thënë të drejtën, diçka që jo rrallë po e ndëgjojmë nëpër studio televizive, po e ndëgjojmë çdo ditë disa herë brenda ditës, por ama vetëm duhet ta kemi parasysh pra që po flasim për një qeveri për cilën nuk kemi ku të bazohemi që kemi të bëjmë me korrupsion. Tash çfarë dëgjojmë prej personave të ndryshëm, për mua dallon shumë prej asaj çfarë dëgjojmë prej qoftë prokurorisë, qoftë hetuesisë, qoftë gjykatave, qoftë vendimeve gjyqësore. Pra nuk mund të themi për dikë është i korruptuar vetëm se kështu po i pëlqen një analistit caktuar të thotë, përderisa për të njëjtin person nuk e kemi ndonjë vendim shtetnor zyrtar